Përshëndetje dhe mirë se vini në profilin tim të Instagramit. Unë quhem Griselda dhe prej 2 javësh kam marrë më shumë se 2000 followers, kështu që doja të bëja një riprezentim të vetes, por edhe të punës time dhe të biznesit që kam krijuar, që edhe ju ta kuptoni pak më mirë funksionimin dhe të jeni më të qartë kur të më pyesni në mesazhe. Si fillim doja të prezantoja pak veten në vija të përgjithshme që edhe ju të më njihni pak historinë time dhe të më njihni më mirë, duke filluar nga jetesa ime këtu në Tiranë. Jam 34 vjeçe, para 2 viteve unë mora një vendim shumë të rëndësishëm në jetën time që të vazhdoja këtë lloj biznesi online, pasi isha shumë e pakënaqur nga punët që unë kisha bërë më përpara dhe nga fusha në të cilën unë punoja para 2 viteve. Patjetër që çdo fillim i ri është pak i vështirë dhe unë sigurisht e kam nisur me zero experience, nuk kam ditur asgjë mbi këtë lloj edukimi apo mbi këtë lloj biznesi. Kështu që thash, ok, do ta provoj dhe pse jo, sepse unë faktikisht jam pak tip që eksploroj dhe dua që të marr më të mirën për veten time, por ama nëse nuk guxon, nëse nuk vepron, nëse nuk merr një iniciativë për të kuptuar se çfarë të përshtatet edhe çfarë jo, atëherë si do e kuptosh me veten tënde, nuk mundesh. Kështu që vendosa që të provoj këtë lloj edukimi, këtë lloj fushë financiare, ku ma prezantoi një vajzë e cila rastësisht e pash në rrjetet sociale dhe më pas e ndoqa prej disa kohësh ku kuptova më shumë rreth saj dhe kështu u bëra pjesë e një kompanie, u bëra pjesë e një platforme ku në thelb kishte edukimin mbi tregjet financiare. Pra, unë tregtoj dhe investoj në tregjet financiare dhe sigurisht që merrem edhe me network marketing, që është një opsion tjetër të cilën unë e adhuroj, e kam më shumë qef, e kam më shumë dëshirë, sepse përveç se ndihmoj veten time të rritem, të zhvillohem personalisht, por edhe nga ana profesionale ndihmoj dhe jap mundësinë edhe personave të tjerë të cilët dëshirojnë që të rriten së bashku me mua. Pra, ne jemi një ekip, një skuadër që ndihmojmë njëri tjetrin dhe ku kanë ndjesi më të mirë se sa kaq në ditët e sotme që nuk e shohim kudo. Ndryshe nga videot e mia të prezantimeve më përpara, të cilat edhe i kam zgjatur pak, por kësaj radhe dua të jetë një video sa më e shkurtër që edhe ju të mos lodheni, por të kuptoni në pika të përgjithshme se çfarë unë bëj dhe cila është konkretisht puna ime. Kështu që dua ta filloj me edukimin financiar. Çfarë është ky lloj edukimi? Çfarë është kjo lloj platforme? Në thelb ju mësoni të tregtoni dhe të investoni në tregjet financiare. Pra, është një edukim që ju merrni. Çfarë përfitoni ju? Cilat janë shërbimet kryesore që ky lloj edukimi ka? Atëherë fillohet me marrjen e njohurive, fillohet me marrjen e informacioneve bazike si fillim, nëse ti je një fillestar, por edhe nëse ti ke mësuar pak në mënyrë autodidakte nga YouTube-i apo nga persona të tjerë, por nuk ke një edukim bazë, le të themi, kjo është e duhura për ty. Pra, çfarë ka të bëjë me tregjet financiare? Tregjet janë markete shumë të zhvilluara financiarisht, të cilat kanë të bëjnë me kriptot, me forex, kanë të bëjnë me indekse, me kompani të mëdha, me asete të ndryshme. Cila është ajo gjë që ti do marrësh në momentin që antarësohesh? Pikë së pari do marrësh edukim financiar. Një edukim i mirëfillt financiar që ka të bëjë me marrjen e njohuri nga niveli bazë deri tek niveli më i avancuar rreth tregjeve financiare, rreth investimeve, rreth bursave, si ti mundesh të investosh paratë tua për ti shumë fishuar ose për t'i bërë akoma edhe më tepër. Dhe nuk e kam fjalën për ato lloj platformash të cilat ju shkruajnë në mesazhe dhe ju thonë investo kaq se do i shumë fishoni dhe do i bëni kaq brenda një jave. Jo, kjo nuk ekziston. Harrojeni. Investim në kuptimin e mirë të fjalës edhe investim ku ti investon në mënyrë të zgjuar. E dyta, ajo çfarë ti do marrësh janë trajnimet. Ne zhvillojmë trajnime gjatë gjithë kohës nga e hëna në të njëjtë çdo ditë në aplikacionin Zoom, kështu që trajnimet janë më të rëndësishme për sa i përket edhe zhvillimit tuaj rreth kësaj fushë. Pse zhvillohen nga persona specifik, nga ekspert huaj, nga ekspert shqiptar, japin ide tregtimi, të cilat ju mund t'i përdorni fare mirë në bazë të edukimit që ju jepet dhe mundeni të kuptoni që përveç se merrni njohuri, njëkohësisht edhe mund t'i përdorni ato njohuri për të investuar diku dhe të praktikoheni nëpërmjet ideve që këto ekspert me vite eksperiencë, mbi 10 vite e lartë, kanë në tregjet financiare. E treta çfarë do merrni janë sistemet automatike dhe sistemet manuale. Çfarë do thotë njëra dhe tjetra? Sistemet automatike janë shumë të mira për ata persona të cilët nuk kanë kohë, janë familjar, nuk munden dot të rrinë dhe të edukohen, të marrin gjithë mësimin e duhur, të marrin gjithë trajnimet e duhura dhe thonë ok, unë po investoj një kapital të caktuar parash, sepse ajo çfarë ne kemi promovuar edhe çfarë kemi thënë pak më përpara, para disa muajsh kemi lançuar dhe copy trading, është pikërisht ky lloj sistemi automatizuar ku funksionon
funksionon në këtë lloj mënyre, ti vendos një kapital të caktuar brenda këtij sistemi dhe nuk e për të bërë asnjë gjë tjetër. Thjesht je në kontroll të llogarisë tënde, të kapitalit tënd, por nuk bën dot asnjë gjë sepse çdo gjë e bën sistemi për ty, pra punon sistemi për ty, prandaj quhet edhe automatizuar. Në këtë mënyrë, nëpërmjet tregtimit që bën sistemi vet automatikisht, ju rrisni kapitalin tuaj. Në momentin që nuk dëshironi më të arrisni këtë lloj kapitali në një kohë të përcaktuar, 6 mujore, 1 vjeçare, ju e shikoni her pas here gjatë gjithë kësaj kohe, nëse nuk dëshironi që të jeni brenda këtij sistemi ndoshta pas 6 muajsh ose pas 1 viti, ju nuk keni asnjë lloj penalizimi, e merrni përsëri mbrapsht këtë lloj investimi që ju keni bërë. Ndërsa sistemi manual është një lloj skaner që punon me AI, me inteligjencën artificiale. Shumë nga ju më kanë pyetur çfarë skaneri është ky dhe si mund të na ndihmojë. Ju ndihmon në këtë mënyrë, ju gjeneron sinjale gjatë gjithë kohës dhe ju keni sinjale ndaj të gjitha çiftet valutore, si në forex, si në indekse, si në kripto, si në forex, gjatë gjithë kohës sinjale, sepse ju e dini shumë mirë që inteligjenca artificiale sa po vjen dhe po avancon dhe po na bën botën akoma dhe më të mirë, ne marrim më të mirën dhe më benefitet prej saj. Kështu që inteligjenca artificiale gjeneron sinjale ku ju mund t'i merrni copy paste dhe t'i vendosni fare mirë në llogarinë tuaj të tregtimit, kështu për të fituar këto të ardhura që ne themi nëpërmjet telefonit. Një nga shërbimet e tjera më të rëndësishme, të paktën për mua, sepse zhvillimi personal unë thash edhe pak në fillim të prezantimit tim që më ka rritur shumë, trajnimet që janë zhvilluar edhe që kam marrë brenda këtij lloji edukimi, patjetër që më kanë rritur dhe zhvilluar nga ana profesionale, por ama edhe nga ana personale, dhe prandaj doja që ta thoja këtë si një shërbim më vete për të gjithë ju, të cilët patjetër nëse doni të keni anën financiare, duhet të keni mendësinë njëherë në rregull dhe më pas pjesa e parave, e investimit, e shumëfishimit, edhe çdo gjë tjetër është në rrugën e duhur. Dhe ja ku mbritëm në fund me më të rëndësishmen për ju, me pjesën e antarësimit. Si mundeni të antarësoheni? Sigurisht nëpërmjet një linku regjistrimi, ku pagesa kryhet në momentin që ju kryeni regjistrimin, është vetëm 265 euro si edukim, që ju e paguani vetëm në muajin e parë, sepse përfshin edukimin, përfshin dhe gjitha shërbimet çfarë unë fola deri më tani, dhe nëse ju dëshironi që të jeni antar edhe në muajt në vazhdim, antar të kësaj platforme, nëse ju dëshironi të jeni pjesë e skuadrës, pjesë e këtij edukimi, dhe të keni akses në të gjitha shërbimet, çfarë unë fola deri më tani, sigurisht është në leverdin tuaj, sepse nëpërmjet këtyre shërbimeve ju fitoni të ardhura. Abonimi mujor që duhet të paguani është 169. Kjo për ta bërë sa më të qartë edhe pjesën sa kushton, si mund të paguaj, me çfarë duhet të paguaj, sigurisht bëhet pagesa nëpërmjet llogarisë tuaj bankare ose me kripto. Më vjen mirë që erdhëm në fund edhe sqarova të gjithë këtë pjesën e punës dhe pjesën e antarësimit, sepse për këtë jeni shumë të interesuar, kështu që shifemi në anën tjetër. Nëse ke mbërritur deri këtu, do të thotë që je një person ambicioz që kërkon më tepër nga vetja jote, kështu që nëse je interesuar, më shkruaj gati në DM, unë do rezervoj një telefonat për të biseduar për regjistrimin dhe më pas mirë se vjen në skuadër.